Mirëmbrëma Djema. Ja nisëm më? Po ja nisëm birë. Wow. Sonte Djema jena në Prevoll. Kena bo një camping, po pika kryesore e kësoj videoje ka më u qenë me shku të liçeni i Azhincës. Që deni e kena provu një herë, po koha nuk na ka premtu kur qysh, se o konë me shi, o konë të merë koha. Kështu që kësoj here kena mja bu challenge vitet që më shkuam me pa atë vend, edhe pse shpeshin edhe vetë është krejt burë rruga deri nalt, po shpresojra që me konë pomja e mirë që është atje edhe verës. Kënë nëjë sa me thonë? Kjo është misioni jonë, do me thonë, nuk është 100% sigurt. Bol. Është misioni jonë me më rrinë nalt, erën e kalumi në konë kanjoll tjetër, është halo me gjatë, që jolli ka veç 5 km, pe fillimit, pe start pointit, është 5 km, nalësia është 2400 metra deri nalt, kështu që na kena më mënu, edhe pse ka më konë burë, ka më konë ershqetshme, ka më konë gurë, po kena më mënu me më rrinë nesër. Sot kena me bo kamp, kena me thypa, kena me ne qëto, me bo ma bet, sot është kampi veç më kënosh, na 3, pa juve. Me juve nesër.
Hadjima. Kallëzoj motë s'kena pushu ma mirë. Kem të knaqë, po tash Buka. buka të mu dash më qu. Se kesh ka fleq të pusht. Ne se buka sert, po. Tash e bjen vullti. Para me na. Sot përdor djema kena mish dënerit, shavarma në tërtil. Plani djema ja u tregu ma në tropak. Po, sot dhe kena camping, dhe më thonë, s'kena bo ma të camping, jam pravërsisht një 2 muje o 10 det besaj. 3 muj. Thuja se 3 muj. Kështu që sot kena bu shumë mirë, kena mangur buk mirë, kena bu një gjumë nashta ma heret me flajt. E tani nesër në mëngjes kemi me unis për të liçeni i Azhrincës. Terreni është kogja i vështirë, edhe ka bërë tepër qëta muj. Kështu që du të me pos pak ma shumë kujdes na. Edhe shkoku që qëtash dalin edhe kofshtë e egra. Qa ka arusha, ujë që krejta shtë janë në patrollim të pyjeve. E du të me pos kujdes ma shumë tash, i kena mosat mbrojt se krejt, po pse me në ndodh një asi rasti. Kështu që edhe jo në qëse dëni me bu në kësi seni, i lutë ma përpora me në një senet mirë, qa mund më ndodh, se kur nuk i dijet. Djema e kemi kry ushqimin, qëtash jena ullë, kena nej që një 2 orë qëto, është bora 11, edhe po bun gati qëtash me flajt, se do të më qu këgja herët, që me mbri ma herët atje naltë. Kështu që na pjethojna natën e mirë, shihemi në mëngjes. Good night, guys. Për mëngjesit djema, jena qu ka në 7:30, jena bo ushqim, edhe qëtash jena të bogati mu nisë për rrugë. I kena një 2 orë gjys, 2 rrugë që ashtu të unal, edhe rëna fata, se është terreni bajegike që është me burë. Burë ka shumë, këna mu lau, këna mu botë qollë. Hajde nisë. Së besoj që këna me mëri. Kornir. Që janë qëtu ku janë në gjurën të Arushës, ku qupi snoltit.
Tash më këpuj poshtë. Shpesheni e nanol. Ka plot arsye. Njëna për tyne është bora. Po, është edhe pak koha, është një farfryme, ma pse s'ta shumë nalt. Po nuk e preto me u konë bora që ka që fail. Kështu që asë në asë sarditi, asë foto, nuk jena të një mirë që u dërzum. Se kem ka gjatë gatshëm, po gjdo hiker, gjdo kush që bën hike, e din që kur bora është e fail është bajegi problem me unë gjitë. Edhe nuk i kena ato pajisjet që janë këpucat e të borës, ose që më thonë atyne. Për që di, ka këgja gjurëm të arushav, edhe nuk po rrezikojna më shumë veç shkaku i të borës, se e dina se me shumë nalt është bora alo ma fail, edhe alo jena në mujtë fillimit vitit, do më thonë, bora 1-2-3 muj ka me qëndru kënej alo. Po për të bëllë për na met hatri për videon tjetër, kur të vina të liçeni Azhincës. Është edhe pak i noti, arditi më është të kup kejt, edhe prej të gishtin, ja prej të gishtin me drëm pak. Po shneta me rëndësi. Pa, qëfar pomje. Oj, ljup! Veç që në gjemë qëfar pomje është. O, hajvan! Budalla. Më në njësa djem, shijemi. Vek që në gjemë qëto dhe ku jem të sharru, do me thonë në për hapsina, lema kur në gjitën ma fel. Do me thonë, është fër të losh, është mund gjitë dhe atje nalë. Vedin, që ata do të me nga bësut. Opa. Po veni a djem. Hajde, hajde. Që këtë komët a rushës pa shansë të të. Let's go guys, për liçeni Azhincës. Let's go, hajde këthejmë të tenda.